shkenë të autonom të ndjera. Që e kam miq, absolut s'kam duku. Qemail Aliu, i veç shpallur në vitin 2021 si çlirimtar i Shtimës, e ka kthyer komunën e Shtimës në një burem përfitimesh financiare për familjarët e eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje. Kompania NTP Ardhmëria në pronësi të Dashnim Jasharit, nipi të ish kandidatit të vetëvendosjes për kryetar të komunës së Shtimës dhe ish asamblistit të kësaj partie Rushdi Jashari, ka fituar 89 tender nga komuna për 4 vjet. I fundit, më 28 janar të këtij viti, për ndërtimin e urave në Shtime, Godancë dhe Pjetërshtic. Në garë ka qenë vetëm një operator ekonomik, pikërisht kompania e familjarit të antarit të vetëvendosjes. Pra jo 1, jo 10 a 20, as 30 a 40, por 89, për vetëm 4 vjet. 23 në vitin 2022, 29 në vitin 2023, 16 në vitin 2024, 20 në vitin 2025 dhe tash të parin për vitin 2026. Vlera totale mbi 7.100.000 euro. Krejt këto para vetëm për një kompani nga komuna që ka buxhetin vjetor 10 milion euro. Duke qenë afërt me vetëvendosjen, kompania NTP Ardhmëria lidhjen e ka shfrytzuar edhe për të fituar tender nga niveli qendror. Në tetor të vitit të kaluar, kishte fituar një tender me vlerë mbi 426.000 euro nga Ministria e Kulturës, përkatësisht nga Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Vox Kosova kontaktoi me pronarin e kompanisë. Atij nuk i duket asgjë faktit që ka fituar 89 tender. Kompania është e junja, Hoxha që e kam miq, absolut s'kam duku. Edhe është kom procedura o për tenderit. Për 4 vjetë, shkenë të autonom të ndjera. Ka tender me vjetë rrugën. Na vish më s'me punu, atëherë ma mirë të thuni ju gazetorët mediat më s'me punu na, si kompani. Nga komuna e Shtimës na thanë se çdo kontratë është dhënë përmes procedurave të rregullta dhe pa asnjë ndikim familjar apo politik. Këtu nuk po flasim për një tender, as për 2, por për një skem që është kthyer në rregull. 89 herë e njëjta kompani. Në ndërkohë, kryetari hesht, kabineti justifikon, familjarët fitojnë.